Shejtanu rrezim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Vëllezër dhe motra, përshëndetje, selamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Pra po takohem me serinë shtëpia e devotshmërisë. Sot do të flasim në lidhje me qasjen që duhet bërë prindi në raport me emnat e tij në obligueshmërinë e namazit. Dhe formën se si ka ardhur deri te obligueshmëria e namazit. Forma më e mirë është forma me cilën Allahu xhibullah ka sqaruar. Dhe forma më e mirë e mundshme është forma me cilën vetë pejgamberi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është ardhur prej fillimit të obligueshmërisë, sepse i vetmi obligim që është bërë në qiell, se çdo obligim tjetër është bërë farz në tokë, ndërsa i vetmi namazi është bërë obligim në qiell. Për ata me fëmijët tonë duhet të qasemi deri formës nisjes obligueshmërisë udhimit pejgamberit tonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam prej Mesjidil Aqsas ose prej Mesjidil Haram në Mesjidil Aqsa dhe prej ngjitjes Mesjidil Aqsas ngjitjes të përmbi qiellin e 7 deri në Sidratul Muntaha. Forma më e mirë është kjo formë e shpjegimit dhe qasja më e mirë është forma me të cilën vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka sqaruar. Dhe është ardhur udhimi i pejgamberit tonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i përshkruar në Kur'an, ashtu siç Allah e përshkruan Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Allah thot pejgamberit tonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe na lexojmë vazhdimisht. Falënderimi qoftë Allahut. Allahu qoftë i lartësuar për çdo gjë që janë veshën pa besimtar, sepse e mori robën e tij prej Mesjidil Haramit Mekës dhe e dërgoi në Mesjidil Aqsa dhe prej aty Allahu xhibullah e ngriti pejgamberin tonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Për ata qasja e namazit ose namazit duhet i qasëm me vlerën tonë në formën që e ka përshkruajtur Allahu në Kur'an dhe formën që e ka përshkruajtur pejgamberi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në hadithet e tij. Udhimi i tij për një pjesë caktuar të natës dhe mjeti i udhimit, asisoj duhet t'ia shpjegojmë fëmijëve vladëve tonë në mënyrë që të jetë si tregim breslëns dhe në njëjtën kohë obligueshmëria të jetë në kohën dhe vendeve të caktuara. Udhimi i pejgamberit alayhis salam, pejgamberi Muhamedi alayhis salam udhëtoi me burak. Buraku ishte një kafsh më e madh sa gomarit, ndërsa më e vogël se sa kali. Ndërsa shpejtësia e tij është në hadith pejgamberit alayhis salam, sa që shef syni i njerit, aq ishte edhe shpejtësia apo hapi i këtij buraku. Pejgamberi Muhamedi alayhis salam udhëtoi me ta derisa shkoi në Mesjidil Haram, në Mesjidil Aqsa, në Jerusalemin e Sëdëm, dhe aty pejgamberi alayhis salam hynin në xhamin e Aqsas, në Jerusalemin e Sëdëm. Dhe ju duhul imam të gjithë pejgamberëve, që Allah i kishte dërguar 124.000 pejgamber, ndërsa ai i cili ju privishte pejgamberi Muhamedi alayhis salam, ja fali namazin. Pastaj pejgamberi alayhis salam ja përshkruajti pa besimtarë kur u kthye në Mekë udhëtimin e tij, se çfarë forme kishte udhëtuar, sepse pa besimtarët e pyetnin se si dukej mesxhidi ose si dukej xhamia e Aqsas, ndërsa Allahu fuqiplot ja paraftronte pejgamberit alayhis salam dhe shiqente dhe njëjtën kohë i tregonte pa besimtarët se çfarë forme Allahu fuqiplot e kishte marrë robën e tij dhe udhëtimin që ne kishte bërë në pjesë caktuar të natës dhe si imam pres i të gjithë pejgamberëve që ja falin namazin. Për atë deshë Allahu fuqiplot e ngriti pejgamberin tonë Muhamedi alayhis salam në përqi, ku çdo qi ka krijuar Allahu fuqiplot ka një melek i cili është trajtar i qiellive. Dhe kësaj pejgamberi alayhis salam në gjithë në qiellin e parë ku takoi pejgamberi të Allahut fuqiplot, pastaj në gjithë në të dytin, në të tretin, në të katërtin, në të pestin, në të gjashtin, në të shtatin, krejt këto udhime i bënte në shoqëri me Xhibril alayhis salam. Allahu ja mundsoi pejgamberit tonë Muhamedi alayhis salam që të shef xhenetin dhe banorët e xhenetit të kënaqësinë e Allahut, dhe të shef banorët e zjarrit të xhehenamit dhe të dënuar në dënimin e Allahut fuqiplot. I pa plot prej pejgamberëve, e pa Ademën alayhis salam, e pa Jusufin alayhis salam, e pa Yunusin alayhis salam, e pa Ibrahimin alayhis salam, e pa Isain alayhis salam, e pa Yahyan alayhis salam, pejgamberi Muhamedi alayhis salam, e pa Musain alayhis salam. Plot prej pejgamberëve Allahu fuqiplot i takoi në përqi që Allahu i ka krijuar. Dhe kësaj Allahu ja mundsonte që të shifte përpas pejgamberëve edhe me lest. Dhe Allahu ja mundson që të shifte gjëra të mira, po edhe njëjtën kohë gjëra të cilat me të vërtetë e tregojnë dënimin dhe idhnimin e Allahut fuqiplot.
e takoj Ademin a.s. ku Ademi a.s. ishte i ullur dhe një pjesë e shpirtrave vinin në anën e djathtë dhe vendoseshin afër Ademit a.s. Dhe një pjesë e shpirtrave vendosin në anën e majt Ademit a.s. Dhe e pyeti Gjibrilin a.s. i tha pejgamberi a.s. ja Gjibril, kush janë këta cilë për anisën, por e nditën në anën e djathtë Gjibrilit të Ademit a.s. Dhe kush janë këta në anën e majt, këta shpirtra që po vendosin të Ademit a.s. Atëherë pe i thot Gjibrili a.s. se këta shpirtra që po vendosin në anën e djathtë Ademit a.s. janë gjenetlit, dërsa këta shpirtra që po vendosin në anën e majt Ademit a.s. janë gjenemlit. Këta janë dhe për mirë, këta janë dhe për pëshit, këta janë besimtar, këta janë pa besimtar, këta meritojnë shpërblimin, knatësinë e Allahut, ndërsa këta meritojnë dënimin, idhëllimin e Zotit. Pastaj pejgamberi a.s. gjithë natë e pa Mikailin. Kur e pa Mikailin ishte i strukur, sikurse plumbi kur strukavet dhe lagët që penlat e tina strukaven, asisoj e pa të dridhur, të mrollur dhe të papusqeshur Mikailin a.s. e pyeti Gjibrilin i tha ja Gjibril, pse s'po kesh Mikaili, ndërsa Gjibrili a.s. ja kthej përgjigjen dhe i tha, prej që Allah e ka kriju gjehenemin dhe dënimin në totët kur njëherë ma nuk ka buzësh as ka kesh, dhe Mikaili a.s. Dhe u gjithë pejgamberi a.s. e pa Ibrahimin a.s. dhe mas shumë të që i përngjante pejgamberi Muhammed a.s. i përngjante Ademit, i përngjante Ibrahimit a.s. Dhe për rreth tij pa njerëz, pa fëmijë pejgamberi Muhammed a.s. sa që madhësia Ibrahimit a.s. ishte e madhe, sa që e përshkruni ati pejgamberi a.s. sikur se Ibrahimi a.s. dhe mënkant dhe kryta për kokë ati ishte sa një qilë për toke. Dhe pejgamberi Muhammed a.s. gjatë tij udhëtimit pa gjana të ndryshme, pa disa njerëz të kënaqur knatësitë e Allahut fuqiplot, e ndëgjoi një aromë pejgamberi Muhammed a.s. dhe pyeti Gjibrilin se ka po del kjo aromë, ndërsa pja shpjegoi Gjibrili a.s. dhe pe i thot se kjo aromë pe po del prej një vendi të mrekullueshëm, kjo është ajo gruaja e cila është për kujdes për bijat e gruas së faraonit, të cilën faraoni kishte mbytur dhe fëmijët e saj, për ata po del kjo aromë kaq e mirë si shpërblim për sakrificën e saj për hir të Allahut. Pastaj u ngrit pejgamberi Muhammed a.s. e takoi Musa a.s. deri shkoi në qiellin e 7. Dhe kur shkoi në qiellin e 7, pejgamberi a.s. deshte Allah që ta ngritë dhe më lart, atëherë Gjibrili a.s. nuk mundti të ta shoqëron pejgamberit tonë Muhammed a.s. Për ata Allah deshte ta ngritë pejgamberin a.s. T'ia kallëzon forcën dhe fuqinë që e ka Allahu fuqiplot, pas gjithë asaj tërbimi dhe pas gjithë asaj masakre dhe pas gjithë asaj torture dhe vujtje që posedoi pejgamberi a.s. dhe psoj pe anë qafira pastare, deshte Allah që tregon forcën dhe fuqinë dhe mbështetjen ndihmuesin që e ka pejgamberi Muhammed a.s. Kësaj të qasemi problemet dhe obligueshmërisë namazit me vlatëtor. Pastaj kur u ngrit pejgamberi a.s. te Allahu, i ndëgjoi fjalët e Allahut direkt, pa ndërmjetësimin e Gjibrilit a.s. 12 ajete e surës Nejm i zbritën direkt pejgamberit tonë Muhammed a.s. prej Allahut. Dhe mua aty Allahu fuqiplot e bani obligim që ta fal namazin pejgamberi a.s. deri ditë kiametit. Po fillimisht i tha që na të obligojmë që të falësh 50 kohë namazin ditjet. Me të vërtetë e rëndë për pejgamberin tonë Muhammed a.s. Zbriti pejgamberi a.s. u taku me Musa a.s. I tha Musa a.s. me çka Allahu të obligoi ty dhe umetin tën. Atëherë pejgamberi a.s. i thot Allahu më obligoi me 50 kohë namaz. Atëherë i thot Musa a.s. të ngjitu thot nalt dhe lutë Allahun fuqiplot që ta letoj se s'kan mundësi me i përballu me i fal 50 kohë në ditjet. Atëherë ngjet nalt pejgamberi a.s. e Allahu ja letoi ja prunin 40. Pastaj prap zbriti te Musa a.s. prap i tregoi Musa a.s. që Allahu ja ka letuar dhe prej 50 ja kanë zbritur 40 kohë që duhet falur gjatë ditës. Atëherë prap Musa a.s. i tha ngjitur nalt dhe lutë Allahu se umetit s'kan mundësi me i fal as 40 kohë. Dhe kësaj pejgamberi a.s. ngjet nalt te Allahu dhe zbrit te poshtë Musa a.s. derisa i rën 30 vakte. Prap Musa i tha ngjitur nalt lutë Allahu ta leton derisa në 20 prap ngjet nalt e lutë Allahu fuqiplot derisa në 10 prap mu taku me Musa. Musa i tha ngjitur nalt dhe lutë Allahu fuqiplot dhe thuaj që ta leton prej 10 vakteve që ta leton më pak. Dhe kësaj ngrit pejgamberi Muhammed a.s. dhe Allahu fuqiplot e bani obligim namazin
prej 10 vakteve ja letoj ummetit Muhammed a.s. dhe Muhammed a.s. që t'i falin 5 kohë, pa i cili fal 5 kohë e ka shpërblimin sa 50 vakte, në fillim që Allah ja bën obligim pejgamberit tonë Muhammed a.s. Për ata kësi forme t'i qasemi e vladëve tonë me shpjegimin e Isras dhe Mi'rajit, udhëtimit dhe ngritjes pejgamberit tonë Muhammed a.s. me peripetit dhe me gjitha vujtjet që i kishte pa pejgamberi s.a.s. dhe gjithë knatësitë që Allah ja kishte mundësu me i pa gjatë udhëtimit Isras dhe Mi'rajit, pastaj vim të obligueshmëria e namazit dhe formën se si Allah e bën obligim namazin dhe formën se si ja letoi ummetit Muhammed a.s. dhe formën se çfarë formë Allah e letoi dhe e bani që vetëm 5 kohë të falë në ditjet, dërsa shpërblimit tjetë sa 50 kohë. I rasisht është e pejgamberi jonë Muhammed a.s. kur e pyetën ja Rasulullah, se cila është punë më e mira, tha puna më e mirë është që të falet namazin në kohën e tij. Dhe pasaj thanë ja Rasulullah, atëherë tha pasaj tha është respektimi prindërve. Kësaj të qasemi obligueshmërisë të namazit me vlat tonë, sepse ky është ndikimi dhe forma më e mirë të ndikimi i cili lem breslëns, është shumë breslëns për e vlat tonë, ndoshta fillojnë dhe neve na shohin të e praktikues pari, pastaj t'ju sqaruar me gjuhën tonë, pastaj vinë edhe deri te praktikimi i namazit ashtu siç duhet. Allahu na lehtësoft të gjithëve. Allahu na ropi atyre që falën namazin kur në hedhë kelam. Allahu na rinjall ditën e gjykimit me pejgamber, me dëshmor, me sinqeritet. Allahu na forcohet. Alhamdulillahi rabbil alamin.